Shqetësimi jam me anë që tyne, nëse ju i bëni qëto, kallëzoni që shkini me punu me këtë bërtë, dhe s'ka kjo të bëj me partinë e juj, se çdo parti që ma kish pru qëto, kësha mendu që është kopje e tregut nga partia e cila do me qeverisë. Tash, nëse ju i bëni qëto propozime, une e shumë mundësi në kuvend. Për ndryshe, këtu nuk marrë pjesë fare në votim. Jina vitin 2026, hua Shqipnis ka kalu mëti, edhe nuk votoj kopje tregut. Marzha nuk përcaktohet në ligj. Marzha është një rezultat i procesit dinamik të tregut dhe analizës së tregut. Për më shumë, Ministra Kusari Lila e shpjegoi shumë mirë dhe e përmendi edhe Kushtetutën për anenin 110, kur Republikës Kosovës i ofrohet mundësia që të krijojë organe për rregullimin e tregut në rast kur vetë shteti nuk mund ta rregullojë tregun e brendshëm, kështu që ne kemi kërkuar shmangje nga procedurat, por nuk kemi dashur të mbajmë ligjin në vëmendje vetëm tonën. Për atë kemi ftuar të gjitha palët e interesuara. Qeveria inicion procedurën për gjitha bordet e pavarura. Në disa përjashtime të cilat i inicion kuvendi. E njëjta procedurë është edhe këtu. Ministria përcakton dhe përcjell tek qeveria kërkesën për themelimin e bordit pas miratimit të projektit, gjithsesi projekt ligjit, kalimit të tij në ligj nga Kuvendi i Kosovës. Në si tillë, qeveria i zhvillon procedurat, qeveria i përzgjedh dhe përcjell kuvendit për miratim, që është situatë e njëjtë me bordin e zyres regulatorit apo me cilin do autoritet ose bord tjetër. Llogaritja e marzhës është në vete, në të cilën parashihet që për produktet e importuara me qëllim të analizës së tregut, vlerësimit apo masave, përcaktimi i marzhës apo përcaktimi i çmimit maksimal përfshin çmimin e blerjes së produktit, koston e transportit, të llogaritur sipas legjislacionit të fuqit, detyrimet doganore. Koston e zhdoganimit që përfshin koston e terminalit doganor, shpedicionit, koston e matjes, sigurisë së produktit, si dhe koston tjetër të faturuar lidhur me zhdoganimin e produktit. Ndërsa për produkte vendore, gjithashtu është e paraparë që për qëllim të analizës vlerësimit dhe masës së përkohshme, vendoset kostoja prodhimit, kostoja shpenzimeve llogaritur sipas legjislacionit të fuqit.